Termi i përpunuar me kujdes, islamofashizëm, por i kthehet në qendër të vëmendjes. Përdorimi i tij në mediat kryesore perëndimore përfshir Mbretërinë e Bashkuar, SBA-n, Kanadan, Australinë, Zelandën e Re, Izraelin dhe Europën, është rritur me 33% në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak, vlerëson Faisal Hanif, ish gazetari i BBC-s. Ai po shfaqet në Jerusalem Post, në revista neokonservatore dhe në tabloidet perëndimore, që kërkojnë të paraqesin luftën e paligjshme ndaj Iranit si një pushtim të domosdoshëm dhe fisnik, shkruan Hanif. Fjala nuk është e re, por rikthimi i saj dhe qëllimet për cilat po përdoret sot kërkojnë shqyrtim. Termi u krijuan në klimën e ideologjike të neokonservatorizmit pas 11 shtatorit. Arkitekti i tij më i përkushtuar ishte autori Norman Podhoretz, i cili vdiq vitin e kaluar, vetëm disa muaj para se projekti i tij preferuar për bombardimin e Iranit të merrte formë. Sipas eseut, individ që refuzojnë të ndalen derisa të vdesin. Por sapo krijohet një kategori besimi që vendos mbajtjen e saj jashtë mbrojtjes civile, pyetja se kush i përket kësaj kategorie bëhet plotësisht politike. Në fakt, përkufizimi është zgjeruar vazhdimisht nga ISIS-i të Hamasi, te Hezbollahu, te shteti iranian, te shoqëria civile palestineze, deri te kushdo që shpreh solidaritet me ndonjërin prej tyre. Kjo shpjegon pse kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të deklarojë se Hamasi është ISIS dhe ISIS-i është Hamas, shkruan Hanif. Vetë Netanyahu ka investuar shumë kapital politik në lidhjen e islamit me fashizmin, duke pretenduar në vitin 2015 para Kongresit Botror Sionist se myftyu i madh i Jerusalemit i kishte dhënë Hitlerit idem për Holokaustin. Ky pretendim nuk ishte vetëm i pasakt, ishte një fabrikim i hapur që u kritikua nga studiues në mbar botën, përfshirë edhe Izraelit. Ky nuk ishte veprim diplomatik, por propagandë lufte, synonte të krijonte një lidhje midis nacionalizmit palestinez dhe Holokaustit, duke paraqitur trajtimin e palestinezëve nga Izraeli si vetmbrojtje. Kjo strukturë gjuhësore është ndërtuar për dekada dhe tani është drejtuar qartësisht ndaj Iranit. Një artikull në Jerusalem Post vitin e kaluar e paraqiti protestën pro-palestineze në kryeqytetet perëndimore si fillimin e një revolucioni të tipit iranian, duke krahasuar Londrën dhe Parisin me Teheranin e vitit 1979. Forumet fuqishme pro-izraelite kanë promovuar për vite me radhë idenë se vendet muslimane janë fashiste nga natyra dhe se kundërshtimi ndaj tyre është vazhdim i antifashizmit. Kjo nuk është analizë reale, por një ftesë për të pranuar një kornizë ideologjike, ku çdo kundërshtim ndaj politikave perëndimore apo izraelite shihet si kërcënim civilizues. Ky term tashmë po hyn në diskursin kryesor britanik. Në disa raste, ai është përdorur për të përshkruar komunitete muslimane, aktivizmin pro-palestinez, madje edhe parti politike, duke i bashkuar të gjitha në një kërcënim të vetëm, pa bazë analitike. Kjo është pikërisht ajo që analistë dhe studiues kanë identifikuar. Një politik frike e maskuar si analizë. Termi nuk paraqet një komunitet për dialog, por një objekt për sulm. Studiues serioz kanë qenë kritik ndaj tij. Politologja Anne Norton thekson se fashizmi është një fenomen perëndimor dhe përdorimi i tij për të përshkruar lëvizjet muslimane është projekcion, jo analizë. Reinhard Schulze e quan atë një etiket që synon të ndaj islamin nga pjesa tjetër e njerëzimit. Asnjë historian serioz i fashizmit nuk e ka mbështetur këtë term. Megjithatë, përdorimi i tij vazhdon të rritet. Kjo sepse funksioni i tij nuk ka qenë kurrë analitik. Ai ishte paraprakisht politik, një mekanizëm për ta vendosur veprimin politik musliman jashtë kufive të pranueshëm dhe për ta paraqitur çdo rezistencë si kërcënim ekzistencial. Sipas analizës, përdorimi i termit u rrit ndjeshëm vitin 2025, veçanërisht në 3 fusha: mbulimi i opozitës në Iran, përshkallëzimi i operacioneve ushtarake SBA Izrael dhe përfaqësimi i pjesëmarrjes politike muslimane në perëndim.